Mbrëm rreth orës 18:50 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin IT, 57 vjeç nga Republika e Shqipërisë për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale vjedhje, respektivisht se nga një objekt shitjeje ka marrë telefonat celular. Më vonë rreth orës 23 zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria edhe personat IG, 40 vjeç dhe DM, 26 vjeç, të dy nga Tetova. Ata janë denoncuar nga IT se në periudhën nga ora 18 deri në orën 19 në rrugën Ilinden, pas një debati paraprak lidhur me telefonata celular, e kanë sulmuar fizikisht. Pas dokumentimit së plotë të rastit, do të dorëzohet parashtresa përkatëse. Mbrëm rreth orës 20:30 në rrugën Ilinden në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin HD, 26 vjeç nga Gostivari, pasi tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Më pas, në bazë të urdhrit të gjykatës themelore Gostivar, është kryer kontroll në shtëpinë e tij, po ashtu ku është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të paraqitet kallëzim përkatës. Pak para mesnate rreth orës 23 në bulevardin Blagoja Toska në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin AI, 43 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit në komunikacion është ndaluar automjeti i udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës, të cilën ai e drejtonte, dhe është konstatuar se automjeti po drejtohej gjatë kohës së ndalesës aktive për drejtim të mjetit motorik. Sipas udhëzimeve të prokurorit publik, automjeti është konfiskuar përkohësisht për procedurë të mëtejshme. Pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të paraqitet kallëzim përkatës. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontrolli automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 24 shoferë, prej të cilëve 19 në Tetov dhe 5 në Gostivar.